Jetin shoqës tonë. Niku, ne dim, por ju në çfarë fshati jetoni, sepse është i rëndësishëm ky fakt për të gjithë ata që na ndjekin dhe që mund t'ju ketë treguar këtë histori vetë Ismeti. Po, në Topoj të Fierit. Si? Topoj. Topoj i Fierit. Po, i Fierit. Po? Është rreth 10-11 kilometër larg nga qyteti. Edhe ka ardhur, jemi takuar atë mbasdite, Ismeti vinte shumë shpesh në takuam në shtëpinë time. Si ka qenë i veshur atë ditë, ju kujtohet? Absolutisht, ja, nuk më kujtohet ajo. Ja, nuk më kujtohet. Por, se që thash për më parë kishë një vitrinët një shoqës tonë, të cilën edhe Ismeti e njifte, por që nuk dine gjë për vitrinët, do më thëmë, normalisht. Më ka bërë një ftesë për të ardhur, për të vajtur në qytet, në Fier, për të shkuar... për të pirë një kafe. Po? E kam thënë jo, sepse na presin të vitrinja, po ti po të eshe ardhur, sepse Albana quaj shoqja janë, ka dhe vitrinën që e njëtë. Jo, më tha, ma, ashtu e kam punën, do e tiki në Fier. Ti nëse do të vish me mua në Fier, të thjesht për një kafe, dhe kësemi prapë sonde këtu, që nërëm të këty sonde, sa. I thash, nuk mundem të vitë, ani, mos u bëj si fëmijë, ani. Më kuptova, ne të puna presin, ishte për një program, do më të një tjetë. Edhe mbajmë më, do më thënë, tani fjallë për fjallë nuk mund t'i kujtoj dhëtë, po mbajmë më që më tha që nëse nuk do vish, ne nuk do shqipim me ma. Si të tha? Nëse nuk do vish me mua, ne nuk do shqipim me ma, nuk do të më shikosh ma. Më duke pa besush, me mora si loj, do më thënë, e thash e mirë se flasim. Edhe i ku që në atë moment, kam të gjohë më për të përse. Nuk e pyete se ku do të shkosh në Fier, këtë do të akosh? Jo. Nuk e pyete fare? Jo, sepse më tha të shkojmë në Fier, të pim një kafe, dhe kësemi prapë sonde këtu. A i ishte vetëm Niku, apo ishte i shoqëruar? Unë e kam takuar vetëm atë. Po? Do më se nuk mbaj mund që të ke qënë me njerës të tjerë. Unë e kam takuar vetëm. Të tha se me çfarë kishte ardhur nga Tirana? Jo, fare, absolutisht, jo. Kjo ishte biseda që të bëmë. Ndërkohë që ti shkove në ditëlindje dhe çdo gjë për jetën tënde vazhdoi normalisht, për kur more vesh se diçka kishte ndodhur me Ismetin, pra? Që ditën tjetër, nuk më kujtojt mirë, ose atë në atë natë më vonë në darkë, më duket, ka ardhur motra e Ismetit bashkë me burrin e saj. Po? Edhe në atë moment më thonë ka marrë vesh për letrën që kishte lënë në shtëpi. Do më thonë ja tregova bisedën që kisha bërë me Ismetin, siç u tregova edhe juve tani. Niku, të ka ngelur peng fakti që ndoshta nuk shkove atë ditë në Fier për të pirë atë kafe me të? Patjetër që po. Normal që më ka ngelur peng, sepse për momentin nuk e mendova se mund t'ishte diçka. Ka që e rëndë. Normalisht që nuk më të kështë lënë vetëm. Edhe në pamje nuk më duke se kështë diçka ndryshë nga të tjera, ishte shumë normal. Ju keni qenë të lidhur si shok me njëri tjetrin, kishit vite që njëshit? Po. Sa vjet kishit që njëshit? Tani, kishim goxha, nuk më kujtohet sa vjet, po kishim goxha. Që për para saj të shkëputej dhe të ikte, do më thëmë... Pra që kur keni qënë të vegjël, jeni shok fëmiri, apo jo? Që kur, po. Për para të shkëputej për t'iku në Greqi, do më. Që nga i moment nuk ke dëgjuar të flitet për të, apo qëfar ke dëgjuar? Absolutisht. Nëse të kisha marrë në informacion direkt të kisha folë në bashkimin, sepse e kam në bashkimin. Niku, nëse të dëgjon të sonte, qëfar do t'i thoshe? Apo të gjitha atyre që mund t'a kenë ditur historinë e ti? Apo dhe vetë Ismetit? Po. Nëse do më dëgjon të Ismetit sonte, do t'i thosha vetëm këtë. Ismet, bëhu i gjallë për babajin tënd edhe për 2 motrat e tua. Sepse e di që motrat e tua e kishe pikë të dobët. Pak rëndësi ka për njerëzit e tjerë. Dhe gjithashtu të bëja një thirrje për gjithë njerëzit, gjithë emigrantët, në qoftë se bëhet fjalë për jashtë, ata që e kanë parë ose që do ta shikojnë, le të japin një shkëndij,
sepse ishte një djalë vërtet shumë i mirë. Japi një shkëndi jetë për të nëse e shofi. Niku, unë të falenderoj për telefonatën dhe nëse do të na duhet ndihma jote, gjithsesi do të telefonojmë sërish. Faleminderit juve, Aida. Jeni shumë mrekullueshme. Faleminderit. Faleminderit. Natën e mirë për sonte, Niku. Natën e mirë. Pra, kjo ishte ajo bisedë që ne patëm me shokun e tij Niku, i cili tregoi pikërisht atë moment ku ai e ka parë për herë të fundit. Po, dhe më ka treguar se unë vajte atakova në Fier. Jo vetëm atë ditë, po dhe gjatë emision, ku kemi ndjekur te Kujeja. Isha në Fier e kam takuar përsëri. Është i rëndësishëm fakti se i ka thënë edhe Nikut i ka thënë që do të vish me mua për të pim një kafe në Fier dhe ose nuk do të më shikosh më. Ndoshta ka pasur ndonjë takim me ndonjë person tjetër në Fier. Cila ka qenë ajo arsye që në një farë mënyrë ju ka bërë në thonjza presion edhe juve, por dhe shokut të tij se pra juve ju ka thënë se unë do të largohem përfundimisht nga kjo jetë, e cila është e mbushur me hipokrizi dhe etje përpara, do të shkoj afër nënës time dhe Nikut i ka thënë se nëse nuk vjen me mua në Fier të pim kafe nuk do të më shikosh më. Pra janë dy elementë të cilët ndoshta i ka lënë si shenja, pra një tek ju, një tek Niku për t'ju dhënë idenë se ai do të largohet ndoshta nga jeta. Por faktet e tjera të bëjnë të mendosh se diku ka ikur, pra me gjithçka ndoshta e ka programuar, ose ka pasur ndonjë presion nga ndonjë person tjetër apo nga diçka tjetër që e ka mbajtur në zemrën e tij dhe nuk e ka hapur asnjëherë as me ju dhe as me shokun e tij. Të gjitha këto janë hipoteza që ne i hedhim sepse nuk dim si është e vërteta, pra nuk deri në këtë moment nuk kemi pasur asnjë informacion të saktë që të na tregojë se vërtet Ismet Muçka ka kaluar territorin shqiptar dhe ndodhet diku. Ka pasur tek e tuk telefonata, pra është parë në Greqi, është parë në Itali, por diçka konkrete dhe zyrtare absolutisht ne nuk disponojmë në këto momente. Seda, po? Sapo mora një telefonat nga një zotëri i cili të kërkojmë ndje, Seda, sepse kemi një telefonat nga Maqedonia, po? Linja? Po, Seda. Sapo mora një telefonat nga një zotëri i cili do të di nëse Daja Ismetit ka ndonjë lokal në Fier apo jo, ose në konkur djali është larguar. Ka pasur ndonjë lokal në Fier apo jo? Jo. Nuk ka pasur. Në këtë moment e ka ndonjë lokal në Fier? Jo, se çfarë këtu është në Australi. Ka pasur një informacion për një djalë, po thatë pak dua të jemi saktë nëse bëhet fjalë për këtë person apo jo. Ka pas diçka tjetër, ndonjë telefonat apo nëpërmjet postës tonë elektronike, Benard, çfarë thon teleshikuesit? Vazhdoni të jepni informacionet tuaj sepse Ismet Muçka nga 7 shkurti vitit 1996 nuk ka asnjë shenjete për familjarët e tij. Po? Në fakt për në Pirea ka patur një informacion, por gjithsesi duhet ta verifikojmë për të parë nëse është i saktë ky informacion apo jo. Është edhe një tjetër në Selanik thot. Po. Po gjithsesi duhet të shohim më përpara. Gjithsesi doja të më bëni të lidhje me këta persona të cilët kanë dhënë informacione dhe sonte ka mbritur një telefonat, po linja? Linja numër 1, regjia, mirëmbrëma. Mirëmbrëma zotri, përshëndetje. Jeni në ajër. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Ka rënë telefonata. Gjithsesi, është marrë informacioni Lorena? Faktikisht Aida është një informacion që e ka marrë Seda. Po? Bëhet fjalë për një person të ngjashëm të paktën me Ismet Muçkën, Po? I cili është parë para pak kohësh. Ku, në çfarë vendi? Pikërisht në Maqedoni apo jo? Në Maqedoni. Është telefonuesi i cili telefonoi edhe pak më përpara Aida. Dhe dha informacionin se ndoshta ka kaluar Maqedoni dhe ka ardhur nga Greqia. Po. Kalojmë në një hapësirë publicitare, ndërkohë që presim që ju të telefononin në lidhje me personin që ne jemi duke kërkuar në natën e sotme, por dhe rastet e tjera të cilat i kemi publikuar në fillim. Kthehemi pas pak. Njerëz të humbur mundësohet nga AMC, sponsor i përgjithshëm. Western Union. Na pëlqen jeta, të ndihemi mirë me veten, familjen, shoqërinë, të jemi mes mish, të arsimohemi, në harmoni me çdo gjë që na rrethon.
bëj zgjedhjen e duhur. Jeto shëndetshëm. Vitrina, formim profesional i garantuar. Kurse për mbi 100 profesione. 1, 2, 3, 6 dhe 9 mujor. Grafist, kuzhinier, menaxhim, teknik, parukeri, arkitektur, ekonomiste e shumë të tjera. Ju vetëm zgjidhni. Tregoje veten. Mos rri po duku. Eksperiencë në treg dhe mundësi pafund për të gjithë. Për çdo regjistrim, -40% ulje. Vitrina.